Kandidati për kryetar të Çajirit Bujar Osmani ka komentuar rezultatet e anketës së fundit të agjencisë Market Vision, duke thënë se epërsia e BDI-s tashmë nuk mund të fshihet. Ai tha se kjo anketë, rezultatet e së cilës u shpërndan nga deputeti i VMRO-DPM-s Nikola Miceski, vetëm e konfirmoi të vërtetën që me muaj e javë po përpiqen ta fshihin. Ajo është se BDI ka një epërsi bindëse ndaj koalicionit Vlen, pothuajse më shumë se 2-1. Agjencia që ka bërë këtë anketë është agjencia që ka nënshkruar kontratë me 100.000 euro për të shërbyer qeverit në promovimin e projekteve, që do të thotë se është e bërë nga e afërt me ta, një agjenci me afërt me ta, dhe ajo agjenci tregon se dallimi është i thellë ndërmes nesh dhe ato. Tash dikush mund ta trajton se edhe ata më nuk mund të mbulojnë. Nuk mund ta mbulojnë dealin me shosh. Edhe prandaj edhe koordinatori VMRO-DPM-s e thot qartë se nuk mund dalim ne kundër popullit shqiptar. Shpresoj që është ashtu, se do ishte ashtu e drejtë. Asnjë parti politike nuk mund del kundër vullnetit popullit. Po nuk e di, është çështje interpretimi, besoj që është tentim për të promovuar vetveten edhe kanë harruar që janë duke treguar një të vërtetë të thellë. Ai shtoi se edhe pse VMRO-DPM është përpjekur ta shfrytëzojë anketën për të promovuar rezultatet e saj, në fakt ka zbuluar të vërtetën në bllokun politik shqiptar. Megjithatë, siç potencoi Osmani, epërsia e BDI-s ndaj Vlenit është edhe më e madhe. Osmani këtë deklarata i bëri pas nënshkrimit të kodit për zgjedhje të ndershme dhe demokratike. Në lidhje me këtë, ai theksoi rëndësinë historike të zgjedhjeve të ardhshme, duke vlerësuar se rezultati në Çajir do të përcaktojë jo vetëm të ardhmen e komunës, por edhe pozitën e shqiptarëve në shtet për dekadat që vijnë.